Ushtarët e gardës kombëtare të Iowas dhe partnerët e tyre nga Forca e Sigurisë së Kosovës po marrin pjesë në një nga stërvitjet më të avancuara të ushtrisë amerikane. JRTC 2508, që po zhvillohet në qendrën e stërvitjes së forcave të përbashkëta në Louisiana të SBA-ve, të përfshirë thellë në skenaret e operacioneve luftarake, këto trupa po trajnohen në një mjedis me intensitet të lartë që simulojnë luftime në shkallë të gjerë. Qëllimi i kësaj stërvitjeje është testimi i aftësive të njësive në kushte reale të betejës, si dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet forcave partnere. Kosova dhe shteti amerikan i Iowas gëzojnë një partneritet të veçantë ushtarak që nga viti 2011, si pjesë e programit State Partnership Program të gardës kombëtare të SBA-ve. Ky bashkëpunim ka sjellë qindra trajnime të përbashkëta, vizita të ndërsjellta dhe shkëmbime. Përmes këtij partneriteti, Forca e Sigurisë së Kosovës është aftësuar dhe profesionalizuar më tej, duke forcuar edhe marrëdhëniet strategjike që ka mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.